A do me ditë që do këtë një zemër e pastër? A do me ditë se cila është komanda e parë që e jep zemra e pastër? A do me ditë se cili është ushtari i parë që tregon se a ka zemra autoritet në udhëheqjen e trupit ton ose jo? Ajo është gjuha. Gjuha të folurit, ky mjet i mrekullueshëm, ky mekanizëm i mahnetshëm, që veç Allahu subhanahu wa taala, ahsanul khaliqin, krijuesi më i mirë, ka ditë me e vendos në këtë mënyrë dhe me e funksionalizu në këtë mënyrë, ku njeriu flet, shprehet, jep mendim, kërkon, shpreh shqetësim, shpreh dëshirë, e shpreh të brendshmën e tij. Pra, gjuha e cila është mjeti i komunikimit mes robëve, po njëkohësisht edhe mes robit edhe Zotit, është treguesi i parë dhe porta e parë përmes cilës ne kemi mundësi me vendos një lloj testi për pastërtinë e zemrës dhe shërimin e saj. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, për të tregu se sa e rëndësishme është zemra. Dhe në këtë rast, sa e rëndësishme është ky ushtar, pra vija e parë, e cila tregon se cila është gjendja e zemrës. Pra, po flasim për një diçka praktike. Po dalim tash nga ajo brendshmja në rrafshin praktik. Hajde të shohim, të bëjmë një test. Mas këtë atyre teorive cilat i kemi pa në raport me zemrën, ku secili mund të pretendoj, dhe secili mund të thirrë se po edhe çështjet e caktuara të cilat i kemi përmend se njeriu pra nuk e du dunjan, nuk e dua ahiretin, kështu me radhë, pra ato smundje të cilat i kemi përmend, nuk kam mësue fatësi, e kështu me radhë. Mirë, zbresim rrafshin praktik. Hajde të shohim se cila është gjendja e zemrës përmes gjuhës. Nga se pasqyra reale e një njerit është gjuha e tij. Pasqyra reale e komunikimit, madje edhe letë njoftimi i tij në raport me tjerët është gjuha e njeriu. Është gjuha e tij. Dhe për treguar se sa është e rëndësishme gjuha, e kemi një hadith shumë të madh të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Një hadith që duhet ta ndëgjojmë me vëmendje, duhet ta kuptojmë pastaj dhe çdo mëngjes edhe duhet ta meditojmë. Edhe duhet mendojmë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu. Idha asbah ibn Adam, kur ngritet biri i Ademit. Pra, kur qohet mëngjes ndonjëri prej neve. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, të gjitha gjymtyrët e trupit. Pra, dora, kama, syni, veshi, gjymtyrët e njeriut e kanë një hall, e kanë një problem. E ato e kanë problemin me gjuhën e tyne. Pra, gjymtyrët tona, kur qohen mëngjes, e kanë një gale, e kanë një problem. Ajo është gjuha. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, i thonë gjuhës, ki frik Allahun. Gjuhës i thonë, ki frik Allahun. Dora i thot gjuhës, ki frik Zotin. Kamba i thot gjuhës, ki frik Zotin. Gjymtyrë tjera trupit i thonë gjuhës, ki frik Allahun. Sepse ne jemi të lidhura me ty. Ne jemi pengë yti. Pra, dora është pengë e gjuhës, syri është pengë e gjuhës, veshi është pengë e gjuhës. Pra, në qoftë se ti je i drejtë dhe i saktë, pra gjuhës, në të folur, në komunikim, në shprehje, në ata cilën ti e paraqet, ata cilën ti e thua, ata cilën ti nuk e thua, kështu me radhë, gjymtyrë tjera do të jenë rehat. Po në qoftë se ti nuk je si duhet, atëherë rreziku të cilën i cili i kanoset gjymtyrëve tjera vjen pikërisht nga mos drejtimi i gjuhës së njeriut.